Plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. Është një plan shumë ambicioz, por është një mundësi e jashtëzakonshme për ne, pasi janë rreshtuar yjet në një farë mënyre dhe Bashkimi Evropian sot, si asnjëherë më parë, të paktën në memorien time, është shumë i dëshiruar që të pranojë anëtarë të rinj, por natyrisht bazuar në merit dhe bazuar në rezultate. Aspekti tjetër për të cilin folëm me presidentin është natyrisht ecuria në tërësi e rajonit, sepse edhe kjo është e lidhur me arsyen pse Bashkimi Evropian sot është në gatishmërinë më të lartë për të pranuar anëtarë të tjerë, sepse edhe konteksti gjeopolitik është i tillë, dhe unë dëshiroj që të përfitoj nga rasti edhe sot, po patjetër edhe nesër kjo do të jetë pjesë e diskutimit, që t'i ftoj të gjithë kolegët e rajonit, miqtë e mi, që të mos e humbasim këtë moment që historia na e ka sjell në derë. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, edhe unë jam i sigurt që me këtë mesazh të fortë që kam për qytetarët shqiptar dhe për ju, Edi, për ekipin tuaj, që në muajt në vijim dhe në gjatë 2 viteve në vijim, unë jam i sigurt që ju do të bëni një punë të shkëlqyer. Dhe vitin tjetër, kur të vi sërish për vizitë, jam i sigurt që nuk do të na duhet që t'i përgjigjemi të njëjtës pyetje, pra do të jetë e mundur apo jo, sepse ndoshta pyetja do të jetë që po, unë këtë dëshiroj të dëgjoj, pra që Shqipëria do të bëhet shtet anëtar së shpejti.